Shqiptarët për Amerikën përfaqësojnë Shqipërinë në Capitol Hill. Organizata Shqiptarët për Amerikën mori pjesë për herë të parë në Capitol Hill si përfaqësuese e Shqipërisë në koalicionin e Evropës Qendrore dhe Lindore, e krijuar në vitin 94. CEC përbën nga 18 organizata kombëtare që përfaqësojnë komunitetet amerikane me origjinë nga Evropa Qendrore dhe Lindore. Synimi është forcimi i partneritetit të Shtetit Bashkuar me rajonin dhe mbështetja e një Evrope të lirë. Gjatë takimeve me anëtarë të Kongresit, AFA mbështeti përpjekjet për përballimin e agresionit rus në Ukrainë, sanksionet ndaj Rusisë, sigurinë së vendeve ballkanike dhe kundërshtimin e ndikimit keqtashës të Kinës. Në vëmendje të veçantë u kushtua rrugës së Kosovës drejt anëtarësimit në NATO. Delegacioni mori pjesë gjithashtu në një konferencë mbi rolin e qendrave të ekselencës në NATO në vendet balltike, ku ishin të pranishëm kongresmenët Don Bacon, Salud Karbal, Laxhaj, së bashku me zyrtar nga Lituania, Letonia dhe Estonia. AFA zhvilloi takime dypartijake me zyrat e disa senatorëve, kongresmenëve amerikanë, përfshirë Elisa Slotkin nga Michigani, Chris Coons, përfaqësuesit e organizatës u takuan dhe me anëtarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të diskutuar angazhimin amerikan Ballkan dhe çështjet e shqiptarëve në rajon.